12 milion denar janë investuar në 3 mujonin e parë të këtij viti në spitalin e përgjithshëm Ferit Murat në Gostivar. Investimet e reja i ka parë nga afër Ministri i Shëndetësisë Armen Taravari dhe sekretari shtetëror pranë kësaj ministrie Besim Mehmeti. Investimet përfshihen rikonstruimin e sallës së tretë për operacione, rikonstruimin e tërësishëm të njërit krah të repartit internistik dhe disa investime në repartet e tjera, si dhe rregullimin e hyrjes kryesore të spitalit. Ministri Taravari tha se spitali i Gostivarit është lider sa u takon investimeve që nga ardhja e tij në krye të Ministrisë së Shëndetësisë. Përsëri promovime të disa reparteve të renovuara, është në sallën kirurgjike plus një tavolinë kirurgjike me gjitha pajisjet plus që duhet. Praktikisht prej 2 sallave kirurgjike tash i kemi drejtori, realitet i ka bërë 3 salla që mundson që pacientët që presin sa më shkurt apo t'i kryejnë sa më shpejt problemet që i kanë dhe kërkojnë trajtim prej mjekëve, kolegëve këtu, dhe një pjesë e repartit internistik komplet e renovuar. Gjithashtu mora informata për drejtorit se punohet intensivisht edhe në repartin oftalmologjik. Shpresoj dhe uroj sa më shpejt edhe atje t'i përfundojmë gjitha punimet e atëherë edhe atje ta promovojmë atë pjesë. Spitali përgjithshëm i Gostivarit mbetet si lider në promovim të punëve që janë bërë. Ju keni qenë vetë dëshmitar se sa reparte edhe me ish drejtorin edhe me drejtorin e tashëm vazhdimisht në kontinuitet me mjete vetanake dhe me sponsorizime janë duke u bërë plot punë që çdo herë me rëndësi për ne është pacientët apo qytetarët marrin shërbime mjekësore sa më cilësore dhe sa më dinjitose. Drejtori i Spitalit të Gostivarit, Besnik Zeqiri, ka paralajmëruar edhe investime tjera periudhën ardhshme. Ai tha se një ndër ato reparte ku kanë filluar punimet është ai oftalmologjisë, ku nuk ka pasur intervenime mbi 30 vite. Ndërkohë për repartin internistik tha se investime nuk ka pasur afërsisht 50 vite. Ne kemi investuar edhe në gjithë spitalin në Gostivarit, që nga hyrja e re, nga edhe him me ministrin, do thonë dera e re, gjithashtu te pjesa e urgjencës janë bë investime dirët e re, do thonë të gjitha dirët e dhomave janë të re dhe gjithashtu i gjithë korridori është rekonstruktuar dhe tani nuk janë me ngjyra të reja dhe gjithashtu edhe me pajisje të reja të cilët në këto sot nuk ishim kohë që t'i kalojmë të gjitha dhe gjithashtu e themi edhe në repartin oftalmologjisë të ditë dirë, do të thonë se ka dirë hyrje nga pjesa e rentgenit dhe nga pjesa tjetër e laboratorisë të ditë dirët janë dirë të reja dhe gjithashtu korridori është lirë dhe tash janë në vijim janë dhomat e mjekëve të cilët gjithashtu duhet të bëhet rekonstruksion. Gjithashtu janë bërë edhe ndryshime të disa dirëve, si është dera e hyrjes të repartit ginekologjisë, do të thonë është derë e re dhe njëra derë, do të thonë jo hyrja kryesore nga urgjenca, por nga hyrja kryesore kur shkojmë për tek urgjenca gjithashtu është derë e re. Këta janë disa nga ata të cilët tani edhe mua më kujtuan, do të thonë cilët i kemi bërë dhe të gjitha investimet, duke marrë parasysh edhe repartin internistik dhe gjitha këta që i them janë diku nga mjetet vetanake, do të thonë të cilët i ka Spitali i Gostivarit, do të thonë nga buxheti vet, do të thonë janë gjithsej diku te 12 milion denar, do të thonë që janë bërë investime në këtë periudhë të themi 3 mujorshin e parë të vitit 2025. Drejtori Zeqiri i bëri të ditur se aktualisht ka 42 specializantë në specializim nga Spitali i Gostivarit, 30 të brendshëm dhe 12 me mbështetje të Ministrisë së Shëndetësisë. Për momentin, do të thonë është duke u ndjek konkursi ku do të pranojnë 12 specializantë nga Ministria e Shëndetësisë. Është e mirë të theksohet sepse ata janë specializantë të cilët janë në ata drejtime të cilët ne kemi nevojë, domethënë kemi di pediatër, kemi një rentgenolog, kemi di ginekolog, neurolog, neuropsikiatër dhe të gjithë janë të profileve të cilët janë të nevojshëm për Spitalin e Gostivarit dhe gjithashtu ne e cekim se ne vetë Spitali i Gostivarit ka në specializim rreth 30 mjekë të cilët deri në fund të vitit, po edhe këta specializantë që do pranojnë duhet mbarojnë, do jenë specialistë të ri dhe me këtë numër besoj që numri do jetë numri i nevojshëm i cili është për Spitalin e Gostivarit deri diku do jetë i saktë. Po ashtu gjatë periudhës në vijim, priten që për 35 punonjës të ketë transformime të vendit të punës, gjithsesi nga kontrata në vepër të kalojnë në kontrata të përhershme pune.
Ne kemi kërkuar dhe është në procedurë, domethënë për pranimin e 35 të punësuarve të cilët janë me kontratë dhe do bëhet transformimi i atyre vendimeve, domethënë pas atyre pastaj kemi nevojë për të përmbushur të gjitha nevojat deri në fund vitit, diku edhe 20 deri 30 punësime të tjera që të jemi komplet me mjek dhe me motra, sepse për momentin ka nevojë, domethënë kemi në spitalin ton vende si themi të boshatisura nga ata që kanë shkuar në penzion dhe besoj që deri në fund vitit me bashkëpunim me Ministrin e Shëndetësisë që gjitha këta që i tham të realizojnë. Spitali të Gostivarit i nevojitin edhe deri në 30 punonjës të personelit të mesëm shëndetësor, të cilat Ministria e Shëndetësisë i ka premtuar se do të plotësohen me konkurset që do të shpallen deri në fund të vitit.